zonë ngushticën e Ormuzit, bile ishulli Larak, aty është Iranit. Pra, ngushtica e Ormuzit është e kontrolluar plotësisht nga forcat e armatosur ose nga prezenca militare e Iranit. Po sa kushton kjo prezenca militare? Atëre kanë gjë, nga viti 1976, to shifre nuk i di njeri, në fakt nuk i beson, bile një komentator nuk i beson. Beje ka besuar. Nga viti 1976 dhe në 2019, si mbas admiralit Muqedola, humbit prezenca ushtarake në Ormuz ka qenë 510 milion euro në ditë, dollar, më falë, në ditë, e cila si vlerë... Prezenca militare amerikane? Amerikane po financojnë dhe shtetet tjera, pra në qofë se juve shkoni me njën amerikane, financojnë dhe japonezët janë interesuar të riapur. Nuk di, është një kompleks jo. Po, e vërtet. Prezenca mund tjetë e Amerikës, por anjet, për shemë Meloni tani shkojnë në vendet arabe. Ose këto shtetet tjera interesuar që e kërkujnë të hapur, sepse kanë qërë ekonomia e vendeve të Europës dhe shteteve të linë është lidhur pikërisht me këtë. Po, e kuptoj. Dhe zerat po thonë që përfitimi vetëm në Amerikë nga bllokimit të ngushticës është $70 miliard. Këto janë shifra reale. Por, ju e përmendët pak më parë hapësirën e lundrimit, nuk e di sa kilometra ishte që... Ajo është e lirë midis dy isheve, 39 kilometër. Dhe kjo është hapësira e lirë e lundrimit? E lirë, është e lirë naturale. Bile është e thellë nga 20 deri në 50 metër. Por, për të realizuar lundrimin, organizata IMO ndërkombëtare e formalizoi 3 vija kalimi.